Nikola Tesla shqiptar. Po, emri ati gjyle I thoshte që ai ishte biri I vetëtimës. E dini pse? Tani po ja u tregoj. Nikola Tesla kishte lindur në vitin 1856. Kush është rastësisht I bëj like faqes si shihemi sërish. Më falni që e kujtoj. Dhe ai bëri mbi 280 shpikje, ku vetëm disa prej këtyre shpikjeve bën evoluimin e njeriut. Shpikje që ishin gjeniale. Bile përpara se ai të vdiste, I tha nënës, më falë nën, tha që nuk mund të rri aty pranë teje, që të t'jap pak ujë, të të ledhatoj dhe të them sa fort të dua. Punova me mish dhe me shpirt për njerëzimin. Mirë po, mësova që vetëm më tallën dhe më sorollatën, duke më thënë që nuk jam asgjë. Pse e tha këtë fjali Nikola Tesla? Sepse Nikola Tesla, duhet të dini që kur ishte I vogël, ai teksa ishte 6 vjeç dhe teksa po lozte përpara shtëpisë tij, ishte një ditë shiu, binte shi dhe sapo kishin filluar, ishte koha e sapo kishte filluar dimri. Dhe pranë shtëpisë në një përrua të vogël, ai tregohet që ka lindur në Sanxhak, ose familja e tij ishte nga Sanxhaku. Ai teksa po loste tek përroi, aty ishte një pemë e madhe. Dhe një vetëtim shkrepi mbi këtë pemë. Ai ishte pranë pemës dhe e kapi më shumë pemën se sa atë. Dhe ky ishte fati I tij, sepse mund të kishte vdekur në vend. Pasi ai ra, qëndroi për një kohë, për disa orë aty, mbi ujë, pra një pjesë e fytyrës dhe trupit në ujë, dhe dikush që kalonte aty e kishte parë dhe I bërtiti të ëmës. E ëma shkoi duke u lëritur, e gjeti dhe kujtoi se kishte vdekur. E mori, e çoi në shtëpi. Dhe ai për disa ditë ishte I turullosur dhe nuk kuptonte disa gjëra që I tha të ëmës më vonë. Me kalimin e kohës ai kishte disa vizione të çuditshme, sikur dikush e udhëzonte dhe I jepte informacionet që atij I nevojiteshin. Sepse thuhet që nëse njeriu ka kontakte me forma ose dimensione të tjera, e kultivon mendjen e tij ose e ushqen mendjen e tij e të çdo kujt me atë çka ai dëshiron. Pra me atë çka sipas kapacitetit të tij, me atë çka ai ka brenda. Dhe Nikola Tesla ishte tepër I apasionuar me shkencat, me fizikën dhe matematikën. Në fakt, u bë një nga studentët më brillant. Megjithatë, ai në moshën 28 vjeç, pra 1884, shkoi në Amerikë, sepse kishte filluar që bëri shpikje fantastike. Dhe shpikjet e tij, ai ishte tepër I bindur që ato shpikje ishin marramendse, bile duhet nënvizuar që përveç 280 ca shpikjeve që bëri, Nikola Tesla kishte shumë prej tyre që nuk I regjistroi. Bile thuhet që Nikola Tesla kishte menduar dhe kishte projektuar edhe sistemin wireless të energjisë elektrike, sepse ai kryesisht ishte I verbuar, si mund të quhet, ose I apasionuar pas energjisë elektrike. Pikrisht sepse ai ishte përplasur nga vetëtima dhe donte që të kuptonte. Pra në mendjen e tij ai donte të kuptonte se çfarë I kishte ndodhur atë ditë kur ai u përplas. Tregohet që ajo vetëtima, ajo shkrepje e vetëtimës I dha shkëndijën në trurin e tij dhe I dha informacione që askush nuk mund t'i njihte në atë kohë. Informacione që me kalimin e kohës të gjithë e kuptuan që Nikola Tesla ishte një gjeni, por nuk e kuptuan aty për aty. Në fakt, letra e nënës, letra që ai dërgoi, që I shkruante nënës së tij, ai mendonte që nuk e donte askush, sepse meqense ishte me origjinë shqiptare apo evropiane, në përbot nuk e donte askush. Por nuk ishte kështu, sepse njerëzit janë mësuar që
të shtypin njëri tjetrin dhe kush e kishte kuptuar që ai kishte diçka të veçantë, donte thjesht që t'ja vidhte ato çka kishte. Në fakt ai u mundua disa herë përveç se regjistroi disa prej këtyre shpikjeve, u mundua disa herë që të shpalloste mendimet e tij. Ato mendime alternative që ai mendonte që ishin frut i një dimensioni tjetër. Pse them frut i një dimensioni tjetër? Sepse Nikola Tesla, deri në ditët e fundit të jetës së tij, ai ishte tepër i apasionuar pas atij eventi që ndodhi. Jo i apasionuar, pa i kërkonte që të kuptonte, pra çfarë i kishte ndodhur kur ishte i vogël, 6 vjeç, që u përplas dhe fal asaj energjie që i erdhi atë ditë, ajo shkëndi që i dha dritë, i dha mençuri. E di që për dikë këto duken si fantazi, por ju garantoj që është më se e vërtet, sepse siç ju kam thënë edhe herë të tjera, kam vite që kam kontakte me disa njerëz që thonë që kanë kontakte me forma të tjera jete. Unë i flas, komunikoj me këta, doja të thosha, por këta thonë që kanë kontakte me forma të tjera jete. Dhe secili prej tyre ka një drejtim të caktuar me për shembull, njëri ishte i drejtuar për shembull për tërmetet. Njoh një vajzë që ajo flet vetëm për tërmetet, se çfarë provokojnë, ku mund të gjenden, jo vetëm korret e tokës, si thot ajo, por ka disa vende eksakte që do të ndodhi tërmeti dhe bën disa llogaritje që edhe ndodh. Ajo kohët e fundit tani po bashkëpunon edhe me shtetin. Thjesht ja u thash, ndaj nuk mund të them dot emra. Dhe për shembull, ose ka të tjerë për shembull që thonë edhe për shpikje. Po, njoh dikë për shembull një djalosh tjetër që bën edhe disa shpikje të çuditshme dhe tani është student akoma dhe tani po punon për një shpikje që mund të jetë revolucioni i së ardhmes. Megjithatë, pse po e them këtë? Sepse ka dhe të tjerë që flasin për UFO apo për çfarë kanë ata ndërmend, sepse duket sikur kushdo që është atje jashtë që hyn në kontakt e ushqen sipas dëshirës që ai ka, ai njeri, dhe sipas kapacitetit që ka. Njëkohësisht pra edhe këtë që bënte edhe Nikola Tesla. Nikola donte të kuptonte se kush ja jepte këto informacione. Për ata që nuk e din, Nikola Tesla kudo që shkonte kishte parim numrat. Ai në bazë të numrave bënte çdo gjë. Ditët e takimit, në ashensor kur hipte, oraret kur takohesh, dhomat e hotelit ku futej, pra për dhomat e hotelit ai kishte disa, për shembull numri 3, 6 dhe 9 për të ishin kryesorët. Dhe këto ishin disa nga ato që ishte pushtuar, si mund të thuhet, Nikola Tesla. Në fakt, shumë nga ata që e njihnin, një pjesë prej tyre, kujtonin se ai ishte i çmendur dhe i kishin vënë nofkën ai i çmenduri. Mirëpo, Nikola Tesla ishte vetëm një udhëzues ose një përques i asaj dije që vinte nga një tjetër botë, sepse të gjithë e kuptuan më vonë që me të vërtet ai kishte një kontakt me një dimension tjetër ose me forma të tjera jete që ndoshta ja jepnin këto informacione ose ndoshta i vinin atij në mënyrë imagjinare, por ishin gjithmonë të shtytura nga ai fenomen që kishte ndodhur kur ai ishte i vogël. Dhe ai vdiq në një hotel, tregohet që dikush thotë që e vran, po e gjetën aty në hotel. Megjithatë, ai mori me vete gjitha misteret, por mbi të gjitha mori me vete dhe atë, ose le të themi që atë entitet që e mësoi ose që i dha udhëzimet e atyre shpikjeve që ai bëri. Tani, nëse Nikola Tesla është shqiptar, evropian apo serb, pak rëndësi ka. Ne jemi për të diskutuar për sa i përket shpikjeve dhe kontakteve që ai kishte me një dimension tjetër, dhe nëse dikush nga ju ka informacione më të detajuara, pra që është ekspert në këtë fushë, duke
nënvizuar për shpikjen e sistemit monofaz që ai bëri, shpikje të tjera pastaj që nuk i mbaj mend që ti nënvizoj, por do të dëshiroja një komentin tuaj që ti diskutojmë së bashku. Një përqafim të gjithëve dhe ditën e mirë.